Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9. Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor për 2 ditë do të mblidhen në Durrës të Shqipërisë në samitin e iniciativës Brdo-Brioni, i cili do të fokusohet në perspektivën evropiane të rajonit dhe zbatimin e planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Gjatë 2 ditëve, në fokus të diskutimeve, pritet të jenë çështjet që prekin rajonin si dhe proceset integruese të Ballkanit Perëndimor. Samiti mbahet në motën interesat të përbashkëta, angazhimi i përbashkët për një të ardhme të përbashkët së bashku drejt BE-s dhe organizohet nga presidentet e Slovenisë dhe të Kroacisë Nataša Musar dhe Zoran Milanović, ndërsa drejtohet nga presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, derisa Kosova do të përfaqësohet nga presidentja Vjosa Osmani. Evropian për Ballkanin Perëndimor, një instrument. Sot do të mbahet seanca shqyrtimit gjyqësor ndaj Naim Urselit, Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës, të akuzuar për përfshirje në vrasjen e Liridona Ademajt. Në seancën e fundit u dëgjua dëshmia e ekspertit të psikiatrisë, i cili kishte kryer ekzaminimin psikiatrik ndaj të akuzuarit Naim Urseli. Sipas ekzaminimeve që janë bërë, është konstatuar se i dyshuari Naim Urseli nuk ka çrregullime të shëndetit mendor, as në formë të përhershme e as të përkohshme. Liridona Ademaj u vra me datën 29 nëntor të vitit 2023, rreth orës 20:25 minuta, në rrugën Dali Palshiqi në fshatin Bërnic të komunës së Prishtinës. Me fillimin e muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, janë shtuar thirrjet për të gjitha vajzat dhe gratë për kujdes të shtuar dhe kontrolle mjekësore për të parandaluar këtë sëmundje. Sipas statistikave, 1 në 8 gra preken nga kanceri i gjirit. Prandaj, është jetike informimi dhe ndërgjegjësimi për kontrolle. Të dhënat e regjistruara si vjet nuk dallojnë shumë nga ato të vitit paraprak. Në klinikën e onkologjisë këtë vit janë regjistruar mbi 300 raste me kancer të gjirit, 3 prej tyre janë burra. Drejtori i onkologjisë Ilir Kurtishi tha se diagnostikimi i hershëm e bën më të lehtë trajtimin. 200 familje në nevojë do të përfitojnë nga masa për izolimin e shtëpisë dhe masat të tjera të eficiencës deri në vitin 2027. Kjo mbështetje do të ofrohet si rrjedhojë e marrëveshjes mes qeverisë së Kosovës dhe asaj të Danimarkës për përkrahje në fushën e energjisë, që do të zbatohet nga UNDP në partneritet me Fondin e Kosovës për Eficiencë të Energjisë dhe Ministrisë së Ekonomisë. Përfituesit janë identifikuar nga lista përfituesve të asistencës sociale në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, mbi bazë të kritereve të përcaktuara nga ekspertët e institucioneve përkatëse. Biblioteka Kombëtare e Kosovës Pjetër Bogdani organizon edicionin e 22 me radhë e javës së bibliotekës, që këtë vit merr përmasa ndërkombëtare. Për herë të parë në këtë ngjarje marrin pjesë ekspertë nga bibliotekat kombëtare të mëdha të rajonit dhe Evropës, duke sjellë përvoja unike përmes prezantimeve mbi praktikat dhe zhvillimet më të reja në fushën e bibliotekarisë. Java e bibliotekës do të shtrihet edhe në qytete si Prizren, Pej, Gjakov dhe Suharek me aktivitetet të posaçme për fëmijë, të rinj dhe lexues të apasionuar. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe zhvillime të tjera takohemi në edicionin orës 11. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.